Tashmë prajmë ne edhe kryetrajneri i skuadrës së PES, trajner në ndeshjen e parë nuk arritët të tregoni më të mirën, por sonte me të vërtetë që nga fillimi deri në fund shumë të koncentruara ishin vashat, një mbrojtje fantastike dhe pavarësisht sado që u mundua bashkimi të gjenë ato korridoret e depërtimit arritët të indalnit. Cili është qejtësi sipas jush i fitores së sotme? E para është energjia që kemi sjell sot, që nuk e kemi pas as pak në ndeshjen e parë dhe mbrojtje agresive për 40 minuta. Duhet ceket se ne kemi bërë lojë me 8 lojtarë sot që nuk e kemi bërë më herët. Elsa dhe Etna kanë bërë një mbrojtje fenomenale dhe i kanë dhënë motive dhe energji pozitive dhe lojtarëve të peshës parë. Edhe Enisa plus, mos ta harroj. Çka e karakterizon këtë finale është se ne jemi duke shutu në 2 ndeshje 3-3 ose më shumë për tresh dhe prapë kemi fitu sot, që sot kemi qenë 1-12. Ne duhet të punojmë në konfidencë, me të besim për shutin. Mbrojtja ka qenë fenomenale, bashkimi lojë korekte, po mendoj fair. Asgjë nuk ka ndodhur. Jemi vetëm 1-1. 4 fitore janë të lakta, kjo seri është e gjatë, mendoj që do të shkojmë në shumë ndeshje. Pikërisht, trajner, jeni duke dhuruar të dyja skuadrat, me të vërtetë ndeshje mjaft të bukura, gjithnjë ndeshjet mes bashkimit dhe PES-03 kanë qenë të bukura, sidomos edhe në Prizren, ku ka pasur edhe një numër të madh të përkrahësve edhe atje. Tashmë po zhvendoset seria finale në Prizren, sa do të jetë e vështirë për juve kur e dim që do ta kenë ata edhe publikun afër. Ne duhet ta bëjmë një break, që ta kthejmë serinë në pej. E dyta është që fatkeqësisht se çfarë ndeshje të bukura të mira, po 200 veta në sallë. Po mendoj është jo e mirë për basketbollin femëror. Shpresoj që bile në Prizren të ketë shikuesit të kënaqur duke këshirë basketboll të mirë. Me këtë rast i ftojmë pra shikuesit pasi këto vasha e meritojnë që të ketë numër më të madh, edhe ju po premtoni një ndeshje të bukur. Po, besoj që ne do të shkojmë për gjithçka, bile spaku për një fitore, që të shkojmë edhe një lojë më shumë pej. Faleminderit shumë trajner, suksese. Atëherë ishim me trajnerin e skuadrës së PES-03, kaq nga ky transmetim të nderuar shikues, po e shihni tashmë i kemi lojtarët e bashkimit dhe PES në fush. Do të jeni nga ora 20:30 me kolegun Akon Femiu me duelin ndërmjet PES dhe bashkimit e nga Ulpiana natën e mirë.